Zoti Berisha, mendoni se ka një atmosferë shtensionimi mes Prishtinës dhe Beogradit tani pas rezolutës serbe të miratuar në Kombet e Bashkuara me ndihmën e Bashkimit Evropian? Rezoluta do të sjellë një atmosferë shtensionimi. Unë gjykoj se rezoluta është një dokument absolutisht i përshtatshëm për të dyja palët. Ky është vlerësimi im. I përshtatshëm dhe një sukses i padiskutueshëm për Kosovën, por dhe për Serbinë. Edhe për Serbinë, cila është, ju drejtoi gjykatës, mori një verdikt, është në kodin moral të njerëzve të qytetëror dhe të qeverive demokratike që të respektojnë ligjet, ligjin ndërkombëtar, ligjin kombëtar. Në këtë kontekst, uroj dhe dëshoj që të shoh një dialog sa më shpejt të nisur midis Prishtinës dhe Beogradit për çështje praktike, për çështje humanitare, për të gjitha problemet që kanë fëqinjtë njëri me tjetrin, sikundër ne mbetemi të vendosur të zhvillojmë, të vendosur të punojmë për një kapitull të ri midis serbe dhe shqiptarëve në Ballkan. Dhe zoti Berisha, ka ardhur koha që ju të vizitoni Beogradin për ta shtensionuar më tej situatën? Unë i kam ftuar presidentin Tadić të vi në Tiranë dhe kam një premtim nga presidenti Tadić se do vi në Tiranë, sikundër kam shpreh gatishmërinë time të plotë për të vizituar Beogradin. Zoti kryeministër, në Shqipëri po bën shumë akuza për korrupsion nga të dyja palët e politikës. Natyrisht me këto çështje duhet merret prokuroria, siç keni deklaruar edhe ju, por a nuk më rrezikoni ju të humbisni mbështetjen e votuesve nëse ju vetë nuk e nxisni aktivisht prokurorin që të hetojë mbi këto akuza, ndërkohë që ne na kujtohet të gjithëve se para 5 vjetëve ishit juaj që kërkonit heqjen e prokurorit, krye prokurorit Sollaku, duke thënë se ai flinte mbi dosjet e korrupsionit, ndërsa tani ju po i përgjigjeni akuzave me kundrakuza ndaj zotit Rama. Absolutisht jo. Përgjigjja ime është kjo. Çdo çështje që ngrihet, po jo vetëm nga opozita, por nga mediat, dhe cili do, të gjithë mekanizmat, të gjitha institucionet përgjegjëse duhet angazhohen për transparencën e saj. Por, nuk mund të kem asnjë lloj qëndrimi pa fol institucion në një kohë kur ata akuzojnë një deputete se shoqi i saj është këshilltar ligjor i një kompanie që ka fituar njërin prej 220 hidrocentraleve për të ndërtuar dhe që ky është i punësuar në atë kompani. Kurse çështja e përgjigjes, jo. Ka një, më falni minutë, të lutem, nuk u nis nga qeveria. Qenë biznismen të sulmuar nga zoti Rama, të cilën nxorën dokumentin 20%. Ky dokument, zoti Xhixha, në këto 18 vjet është fakti më absolut kur një njeri për të zhvilluar planin e ndërtimit dhe atë e ka bërë me pallate 35 katëshe dhe për të marrë lejen e ndërtimit dhe që dihen gjithë afritë e tij me kryetarin e bashkisë, është bërë aksioner 20% në shumën 100 milion euro në vetëm njërën kontratë. Kjo është fakt, sa që është fakt që është kjo një nga kullat më të larta të këtij qyteti. I bindur thjeshti që asnjë njeri nga kjo mazhorancë nuk do të ketë mbrojtjen më të vogël. Por në rast se rezulton burimi shumë i qartë i tyre, atëherë çfarë do t'i thotë zoti Rama? Edhe zoti Prifti e ka paditur zotin Rama për shpifje. Fatmirësisht institucionet janë në veprim. Zoti kryeministër, a do të jenë në gjendje shqiptarët që këtë Krishtlindje të udhtojnë pa viza? Unë jam i sigurt që shqiptarët do të udhtojnë të Krishtlindje pa viza. Dhe procesi po ecën në rrjedhën e tij më normale, me qëndrimet, them që shqiptarët do të bëjmë dije se
6 muaj më parë, kur ushtro problemi, ka pas një skepticizëm, por të gjitha ta, të cilët erdhën dhe i pan gjërat në vend, u larguan me përshtypje tërësisht ndofta të ndryshme në ato që kishin ardhur. Dhe unë do të tërfej prapë, se as kërkujt dhe as një kryetar shteti apo qeverie nuk i kërkoj gjë tjetër veç se vlerësim të ndershëm të atyre që kemi bërë. Se kemi bërë, na thoni që s'është bërë kjo dhe ne ta. Zoti Kryeministër, marrëdhëniet tuaja me presidentin Topi si jashtëmi duken marrëdhënie korrekte ose institucionale, siç mund t'ju pëlqejë juve t'i quani ato. Mirë, por fakti është se ato janë marrëdhënie të ftohta, madje ka padur edhe akuza të drejtë për drejta ndaj presidentit Topi. Cili është komenti juaj? Dhe kur mashtron ti këtë pyetje, kur vetëm gjysmore më parë ne ishim krah për krah njëri me tjetrin. Kjo është përgjigjja ime. Zoti Berisha, ju faleminderit për intervistën. Edhe unë ju falenderoj ju.